Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duam një 10-15 minuta qetësi, mundësisht edhe duhan më smafi, dhe në klasë mësimin e dukim të duhanin spijet, ju e dini. Edhe e treta, fillim, po fillem me disa jetën nga Kurani famlar, në i lexon Hoxha i ri se mirë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sikur që dini aparati më mos punojmë në bonjour, masi të kryet mësimi edhe pse kemi pi kafe të dyta dhe çaj në mënë të lëkull, në rahat lëtë bëjmë, jo a e iki. Alhamdulillah, në ka mundësu Allahu Gjelle Gjelaluhu në lirin tonë. Pas mjaftë sakrificave të popull që ka ujë, ta shte shprehen edhe ta themi atë që është dashtë në tonë është edhe shumë herë. Sonte i kom marrë, unë i kom shënua 8 pika në këtë mbrëmje vëzërore të këtij iftarit. Të gjitha kanë bëjnë me jetën tonë të përditshme. Pra më kemi spjegu diçka tjetër, i kemi kreta në internet edhe në Facebook edhe në YouTube, edhe para na diçka tjetër, nesër proma diçka tjetër, kështu me radhë, inshallah deri në fund të muajit të bekuar të Ramazanit. Sonte kemi marrë 8 pika mbi të gjitha, pa ato sjetohet. Pa ato nuk jetohet. Edhe rahat së në bësh, edhe jetojsh jetën keqë në dynja, e Allah i narujt edhe akiretin, ditën në arshme të gjykimit, para Allahit kur dalim Allah i narujt faqezi, kështu që i marim këtë grup, këton që ka përdojnë asante me trekue, që se cili mundet me kenë pjesëmarrës në to, edhe se cili jo se cili mundet, për se cili janë bërshlim me kontë të që ato që ka e kom shkrua. Si numër 1, sendi mëj mirë dhe më kryesori dhe i vetëmi është maj madhi, maj miri, ta adhërësh kryusin tëndë. Allahun Gjelle Gjelalu, kryusi gjithësisë. Ai që të ka kriju ty, edhe kretë që ka she e që ka nuk she. Adhurim që t'jete. Këtë adhurim dhe më thonë përfillje e urdhnave të Allahu Gjelle Gjelalu. Si pas Kur'anit dhe si pas traditës profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo adhurim nuk guxon në marrë pjesë kush në te. Pse adhurimi me merit i bëhet vetëm Allahut, askuj tjetër. Edhe pse në trojet tona po gabohet tekstualisht në gjuhën tonë, unë adhuroj filan artistin, unë adhuroj filan gjellën, unë adhuroj filan idolin, unë adhuroj filan parti. Sa adhurohet as kush Allah, adhurohet vetëm ai. As baba as nëna nuk banë mu adhuru. Kur as baba as nëna që të kanë linë dhe rritë zbanë më adhuru, këndë më adhuru të të këndë. Pra, adhurimi bëhet vetëm për Allahun. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Allah i nga bëftë të gjithëve që të adhuroj. Numër 2, respektimi i prindve.
Nga një këne kush i keni prindët, e kush si keni, bani lutje për ta. Po kush i keni, sillnu mirë që t'i bani të knaqur ndaj jush, për ndryshe as namazi ku falë ditën natë, nuk bëhet kabul, nëse je arrogant ndaj prindëve. Nëse je arrogant ndaj prindëve, jo namazi, as agjerimi që t'ja agjeru të ditët, s'bahen të kabul. Prindit nuk i kthehet fjala as uf. Po më kanë vek, ke qenë arrogant ndaj tyre, tash bën dua palan, bën vepra të mira, edhe dua lutje për ta, inshallah Allah i ta fash. Prandaj, prindi sot, për shifrin e për TikTok, për YouTube, për Facebook, çfarë arrogancë kanë prindët gjithmonë. Marrë moment, ha? Po vrahet prindi. E ka vra babën, e ka vra nënën. Marrë moment, 5 vjen, një dhomë s'kanë për babë për nënë, e kanë qitë babën e nënën në rrugë. Nuk kanë kje shaka. Kujdes shumë. Prindi, mas adhurimit Allahut, shiko se cila ka termin e vetë. Adhurimi ndaj Allahut. Respekti ndaj prindve, jo adhurim, respekt ndaj prindve. Kujdes, kujdes, kujdes. Numër 3. Nderim ndërfamiljar. Boni i ndershëm edhe ti ndaj gruas, edhe gruaja ndaj teje. Ai që nuk ka i ndershëm ndaj gruas në dynja, ditën e gjykimit vjen i shtrëmbuar. Po ajo grua që nuk është ndershme ndaj burrit, e mallkojnë tërë natën me laçet deri ta pajtojë burrin. Pse? Se grua burr nuk ka rrugtim, rrugaç. Po i tham njani dhunë që jam marrë me predikim të fesë, Milajn. Jo, miftar a Milajn, harro? Ja, miftar. Po i tham, kur ti ish në shpiti, a i japish gruas tonë dhe selam, u qesh. Pse? A i vëtë dhe gruas selama? Se që shke ishte në shpi? Që shto ti? As bismillah, as bojnë të që shto. Nuk jeto hinë të lopët, jetë gruja në familje. Selam aleikum, një ditë, a jo mësën, të tani aleikum selam. Dy fjallë, një herë kësë, selam aleikum, aleikum selam. Që e fjallë? Pachesh, përshëndetje e gjenetit në dynja. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Të ndershëm ndaj grave dhe gratë të ndershëm ndaj burrave. Dhe më thonë nderime reciproke i të një gjyne. Këm nejtë dhe një vlaun, një po në ra për hise, më nejtë, e ga dini, sjarë shka më shefëm për i dikujt, para një 15 vjetë në morëm neve këtë hoxalarëve në mlodhën në Durrës, në Shqipëri e në Kosovë. E mu më rarë në nejtë me një vlam, këtu, me një vlam, 12 më 14 e qëtë. 2014, më rarë me vlam e ba, në nejtë, ishtë në Shqipëri e qëtë, një vla jani. Kër e mirë ke grua në telefon, s'len të gjonë pa i thamë. Po marrë me mua një dhamë është. Vallahi, unë shumë i këmë folët i mirë. 40 ditë me tamë, shka si këmë kërgjusë, 40 ditë me një dhamë. Inshallah Zotë i ka uzu, ka më shte kuson shtë një. Allah i uzotë këtë dhe një dhe ata dhe këtë. Si në mirë ndaj tyne, Allahu ka thonë në Kur'an, Stausu, shumë dëmirë ndaj familjeve përësi, për prindet dhe për femnet gradë. Pse? Se buri e shevetin pak ma. Da, pse për mundush fizikisht ti më sjellë keqa, si ti tu të gjera, edhe gruja më të mirë ndaj buri. 3. E
E katërta, edukimi I fëmijëve. Jam I bo fëmijët e milan rrugëve me të sjellë. Fëmijët e në edukim. Po jo që si edukim që kanë shkollat tona laike si në Kosovë si në Shqipëri. Në një moment, vetëm Prizren janë të shënuar 5500 përdorës të drogës për fëmijë në shkollë. Ashtu banë shoqëri shqiptare në përgjithësi, Shqipëri Kosovë, për të shqiptare, ashtu banë I vepër shumë salamadije, shumë e shfrenuar, një tolerim, I shfrenuar degenerim të fëmijën tanë. As mësime, as rezultate. Vetëm mrapshira, pimje e duhanit tash, në përshkolla, droga, celulari edhe ngopja e epsheve në moshën jo të duhur. Pra ndër për shifti u kina bue, pupi, sërdi 3 dit, lindi në moshën 12 vjeçare, u bon kjo, fëmijët, o, la jem, fryt është ai, fryt që Allahu të ka dhënë. E patëm para dynetes, për shka vajza I edukon, e rrugton si ka hije, e fidon xhenetin. Ja Resulullah kush 2, edhe 2. Ja Resulullah kush 1, edhe 1. Allah ju ndihmoft me evlat të juj. Allah ju ndihmoft. Etash, këto 4 shkuën. Allahun me adhuru sinqerisht, babën e më respektuar 2, me ndërruar dhe familjar për gru, e 4 edukimi fëmijëve. E 5, 6, 7, 8 janë me siguruar disa gjëra. Edhe këto janë vlerën e jetës tonë. Miftar ty këmë dhe në shutash. Sigurimi I vatanit. A shesim ja ka e mjone. Vatanin, a shesim. Një plan me vatanit tanë që është, një plan që ose një kamp. As në emën të popullit, as në emën të dreqit të gëzërë kështënësh. Që ju zërkohet dhonë, hajni. Mirë, për kur e jotja e huj zbahat, edhe kur e huja e jotja zbahat. Këtë e dini definicion është kjo. Rëtullohet që rëtullohet, e jotja, nuk nëse ajo fjalla shkive dhe kështin sërbisht, misë më braqa. Qfar braqa? Što je tvoje I moje, a što je moje, to je moje. Ama braqa, ju të shqipni se këni kuptuar ta. Ta shkirë, ne jemi vlazën. Shka e jotja e jemja, shka e jemja e jemja. Sigurimi I vatanit. Shumë është më rëndësi të madhe. Zban me shpionu për vatan, zban me shku asësi për populla në klina. Edhe pse ne kemi kalu një periudhë dhe dim këtë që kemi kalu edhe që jemi to kalu tash. A ne s'pohim ma shumë. E 6, sigurimi I fesë. Nëse ti nuk e dënë fejnë tënde, edhe nuk e siguron, edhe nëse nuk e përpunon, edhe nëse nuk e praktikon, kuj dënë mjeshit. Se dikush po këllën është këllaj më ba, hajde të bëbam katalik. Unë do thëmë, o këllaj e keni me këtë punë. Apo dëni, s'keni nevoj më konfrontu me fjallë, e me dalë debate, po në shajnë në Facebook, e pi shajnë njësa. Ja, për si të kanë musliman, si të kanë, së më ishë më bo katalisë, të të kanë pëse, të kanë bo sineti, do të me gjitha të zhëmë, në ku me një të kanë, se me të gjitha të një zhëmë derit me të bu më ty, edhe me të bo prapë ty që i kanë. Këta janë biftar, zi shfar palavra janë, ata dëqëllit që për një bimua. A njëve këshia janë kujtë. Ose duhet, o bo katolik, duhet me shkëmja dhe një derme që të shpija për hajrën e dhe për hajrën.
Allah i na lut. Prandaj duhet mu mbrojt feja, duhet mu rujt feja, duhet mu praktikua feja, se feja jonë është më e pastër. Feja islame, tash kujtimit këmë lëshu se kej shije ka marrë. Ka kallëzu pejgamberi jonë, 9 sunnete i kemi në tru. Lamja dhamba. Kujto, kur t'i lash dhambët e t'keshish, si Afrikani në atër. Ja kur t'keshish dhambët para si me hangër kungull. Në vaj që ha kungull, kërditësh. Ka thonë pejgamberi jytë, Muhamedi a.s. Mës me qenë vështirë, Lamja dhamba për umetin, i kësha thonë mila, çdo vakët 5 erdi. Ka ky Muhamedi gjanë, po nuk e qenë ma poshtë. Fen, ju e runi, ju e praktikoni, ju sillni sipas saj, ju kretë. Ama ja, po Allah na dojmë fen, po më thot njëri na dojmë fen, unë e disha që pin alkoholej. Unë e disha që pin. Po nuk badu me do fejnë ti më pija alkohol. Miftar, 64-ën kur jem konë shkollë fillore. 64-ën shkollë fillore, 6 vjeçar. Sa vjetë e ku pas? 6 vjetë. Cilës datin dhe jam? 50-ës. Ne kam mësuar një vjash atëherë në para mësusit e i pëshim. Kështë. Pianeci, afër bregët të një lumi, ku kalon të uj shumë, pin të këndon të një njeri, pianecin e gësti, raki, hapi kallë dhe ra përbi, rane lumë derin fyt dhe në qeft, të rakis dreqi u byt. E apetarës 64-ës, kur u bon mësusat tonë të një komunista, në 70-ën e hoqën këtë vjershën. Pse? Se vetë e rrasëshin. Sigurimi i fesë. E 7-a, sigurimi i moralit. Ka thonë pejgamberi, ma afër meje në xhenet do t'jenë ata që janë të moralshëm. Ma afër pejgamberi do t'jenë në xhenet, kush është ma i moralshëm. Morali as animas. Allah i na rujt me të prish moralin në familje. Që shtinjshti në familje, gruan me pas pa moralshme, vajzën pa moralshme, nonën pa moralshme, motrën pa moralshme, Allah i na rujt. Morali është vlerë e jetës tanë. Kontriboni për ta. Edhe e fundit, moral, sigurimi i pasurisë. Ç'ka sigurimi i pasurisë? Unë ju thamë kretë që punojnë klasës punëtore. Punoni, fitoni, kurseni, reduktoni, aty ku duhet. Kër u bëhë të bani janë në Shqipëri, rruga kombit, nuk e ditën kërkush 800 miliona, 900 miliona, 1 miliarda, 1 miliarda 200 miliona, kërkush të tike. Atër, thaqë të jetë që sotën kryeministër e thaqë, Allah i e shpëtoft inshallah. Shka bëjshin atëherë? Shka bëjshin këtë të ushohë anë i këti në qeveri, anë i këti që t'i fërfjashë? Pëse po folje 8-900 miliona bëmë rratu unë të shku të ardhë Prishtinë për 60 minuta, unë për dalë në autoban, që në 60 që të se shkelli ma pak. Se kam edhe qatë pjarën në dhurata, miftarë, dhurata së pëndojme, për shkelli. Edhe, o bosa, o kry, i rahatu me të vlazit e Shqipënisë për në rekmojnë neve, ju ketë asfalta u mushët edhe fshatrat kretë me dritë. Për që më nduhet, jene e dim vlerën e vatanit. Më dhe quhet toka, atë një arrua. Pra nëj, thëshim përra, pse më folni kundër këshëpë se u hargjua, kujtim, 1 miliard dhe 200 milion në vit hargjar Kosova duhan.
1.700 miliard nësh me ditë harxhon medikamente, edhe pse ti sheti farmaci i ke, nuk e di se harxhon Kosova. Kurse Bambiza këtë vit, fishek zjarri, 55 janë ndjek në duar, e me keqar dhe një për fëmijëve të Kosovës se ka humbur edhe organin gjenital, një mështu, i ri, një ka humbur edhe dorën këtë vit, që kjo është pa kultura e popullit. Kjo? Janë harxhuar vetëm dogan ka paguar fishek zjarrit të si vjetëm 18 milion euro. Mundin ja qëllu sa milion kanë i 25% të ka hyrja me unës në tonë, e jo dini me gjithat të matematikë. Kryesore ka që ka punuar shkallë, fitu qeveria prej fishek zjarrëve na mi ndjek duar, e mu shtrumua, e mi rahat me shkatru popullin, me zhurmu trojet tona, me bo barbat, e faqjazes.com. Pa vivivi. Kjo ke sigurimi pasurisë. Pra, pasuria, punoni, fitoni, kurseni, reduktoni, aty ku duhet qëk. Mas pramja dhe ka një qaj, Petrit, Selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Më falni në shtaj zvata, pak po...